Banorët e Divjakës kanë reaguar me indinjat pas publikimit të draftit të Partisë Socialiste për reformën e re administrativo-territoriale, i cili parashikon shkrirjen e Bashkisë Divjak dhe bashkimin e saj me Bashkinë Lushnja. Qytetarët e kundërshtojnë këtë propozim, duke argumentuar se një ndryshim i tillë do t'ua vështirësojë marrjen e shërbimeve publike dhe zgjidhjen e problemeve të përditshme. Sipas tyre, largësia nga qendra e re administrative do të krijojë pengesa dhe kostoshtesë për banorët, ndërsa Divjaka do të humbas peshën e saj institucionale. Nuk jam hiç dakord. Bashkia të qëndrojë në vend. Me Lushjen nuk na ka ndihmuar dhe s'na ndihmon. Dom Divjakën në bashki. S'kam pse të mendojmë. Si mendojmë mos bashkohet. Ne me zi që u shkputëm nga Lushja. Bashkohemi prap. Pra me këta që s'duhet bashkohet Divjaka me Lushjen. Divjaka duhet jetë e pavarur nga Lushja. Resursët i kemi nga të gjithë anët. Vini tjetër të na sundoj, nuk pranojmë. Jo në protest këtu, po ku tjetë në gjithë vend desa t'jap shpirtin. Unë vete kam marrë vesh djekë të më betë. Dje që përhap në për media, bile dikush më dërgoj si informacion nga Gjermania. Që Divjaka nuk do t'jetë bashki. Unë kisha lexuar për disa bashkit vogla që do hiqesin në bashin, po jo për Divjakën. Edhe kur e pash për Divjakën u befasova. U befasova dhe akoma nuk e besoj se si ka mundësi ky pushtet. Ne jemi dakord gjithmonë që bashkia të jetë Divjak, na vin ndihmë sa më shumë, edhe pastaj edhe që tjetër jemi qytet, e shpallë qytet. Se ta ikë bashkia për këtu të na shkolushje. Mirë që nuk u vjen në ndihmë njerëzve, por u hipën edhe në kurris. Si ka mundsi Divjaka duhet shkoj 30 kilometra për një problem shumë të vogël që mund të ketë. Një fermer të lëri punën gjithë ditën për bërë një pyetje në Lushje në bashki. Nuk po them për të zgjidhur problem, se ai problemi do dojë ditë tëra. Në vend që pushteti lokal, por jo vetëm pushteti lokal, po edhe pushteti qendror duhet vi tek fermeni, duhet vi tek baza. Mirë, pushteti qendror nuk vjen tek baza, po tim heq edhe pushtetin lokal, me çon në qendër, ashtu si çove gjykatat që çove në Fier, prokurorinë, njerëzit duhet ikin nga Divjaka 70 kilometra, të humbasin ditë tëra, vetëm për të bërë një çështje në DNI, për të bërë një padje ose një ashtu. Tash e heq edhe bashkinë. Sa do jo efektive të jetë bashkia, përsëri njerëzit shkojnë, bëjnë një lloj konsulte, bëjnë një pyetje, kërkojnë një zgjidhje, në fundet ca zgjidhje i marrin. Banorët theksojnë se Divjaka ka një potencial të madh ekonomik fal zhvillimit të bujqësisë, turizmit dhe sektorëve të tjerë. Ndaj kërkojnë që bashkia të ruajë statusin aktual dhe të mos bashkohet me Bashkinë e Lushnjës. Ndërkohë këtë pasdite, në orën 18:30 është njoftuar një protestë në qendër të Divjakës, ku qytetarët do të kërkojnë tërheqjen e këtij projekti.